Transmeton Abdullah ibn Ebi Kajs nga Aisha radiallahu anha, e cila thot: mos e leni namazin e natës, nga se pejgamberi Allahut asnjëherë nuk e ka lënë namazin e natës. Kur ka qenë pejgamberi Allahut i lodhur apo i sëmur, ka falë namaz natë ulur. Pra edhe ulur nuk e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës. Ne bëjmë namaz natë që t'i përngjasojmë dhe ta ngjekmi rrugën e të mirëve tanë. Ne bëjmë namaz natë që të jemi tek Allahu azza wa jall të regjistruar nga besnikët dhe nga shahidët. Erdhi një njeri nga fisi Quda te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Rasulullah, tha unë nëse dëshmoj shahadet dhe të pohoj se je i dërguar i Allahut, e fali namazin, tha xhiroj Ramazanin dhe baj namaz natë dhe jap zekatin, nga cilët do të jem, tha pejgamberi Allahut, tha ti do të jesh nga besnikët dhe shahidët. Pra namazi natës është njeriu që e lartëson dhe e bën në pozitën atyre të cilët e kanë shitën veten e tyre për Allah. Ata të cilët e kanë fliju veten e tyre për ta mbrojtur dinin e Allahut janë në shkalla të lartë. Si kemi mundësi të arrijmë me to, që të jemi fqinj me to, ka thonë namazi natës njeriu e lartëson në pozitat më të larta të xhenetit.